Xhenet Afetau ka tronditur sërish rrjetin. Ajo ka publikuar disa biseda telefonike me Dritan Ramën, fituesin e këtij edicioni të shtëpisë më të famshme në Kosovë, duke e akuzuar atë për sjellje të pandershme dhe kërcënime. Në audio përgjimet e publikuara, Dritani dëgjohet duke i kërkuar takim Xhenetës në orat e vona të natës. Madje, ai shpreh se nuk ka më interes për Sara Kolamin. Në një pjesë të audios, Dritani drejtohet Xhenetës me fjalët: "S'kam takuar askënd nga Biku sepse s'dua të merrem me askënd më, përveç teje Xhenet. A duhet me të ardh pa të pyeta, qysh bre Xhenet s'po del në takim, po duhet pa live jo veç me ta dëgju zërin, me të kallzu drejt, më ka marrë malli veç për ty." Ishin disa nga fjalët që Xheneta i publikoi. Sipas saj, ajo vendosi të publikojë këto inqezime pasi ishte kërcënuar nga Driloni dhe menaxheri i tij. Ajo nuk dha detaje të tjera mbi natyrën e kërcënimeve, por theksoi se dëshironte të mbrojë dhe të tregonte të vërtetën për sjelljen e Drilonit pas përfundimit të spektaklit.